Në kuadër të orëve edukative që zhvillohen në shkollat nënvjeçare, Pëllum Deda, specialist për edukimin në shkolla dhe të rinjt, u vjen në ndihmë nxënësve përmes takimeve që synojnë ndërgjegjësimin dhe edukimin mbi tema me rëndësi shoqërore. Prej disa viteve, Policia e Shtetit zhvillon tema të ndryshme me shkollat publike dhe jo publike në sistemin arsimor nënvjeçar dhe mesëm në të gjitha shkollat e qarkut Shkodrës. Kryesisht ne fillojmë me klasat e 6-ta, duke pa çështëbërës me i pandikum disa fenomene që të marrin informacione dhe nëngjësohen për të ardhmen. Fillon me dhunën në shkolla, bullizmin, sigurinë internet, trafikimin dhe terrorizmin. Sipas Dedës, një ndër qëllimet kryesore është rritja e ndërgjegjësimit tek nxënësit dhe të rinjt. Vetë mosha i bën e afeksionon me rrjetet online, të cilët ne munojmë në gjitha mënyrat të japin informacionin, të cilët të dinë që kush janë rreziqet, shfrytëzojnë anë të mira, por të kuptojnë kush janë anë negative dhe të largohen prej tyre. Si dhe bashkëpunojmë me stafin pedagogjik, si me psikologën, mësues. Ai thekson se prindërit dhe mësuesit kanë një rol të pazëvendësueshëm në edukimin dhe mbrojtjen e fëmijëve. Këshilla jonë është që prindërit të jenë sa më miqësor me fëmin, që të flasin lirshëm për çfarë do të shef, dhe prindi duhet të jenë sa më kontrollues për pjesën e kohës që do të harxojnë fëmijët në rrjetet online dhe mundësisht ta kontrollojnë ka programacione që ta kontrollojnë çfarë shikon fëmia, në mënyrë që të jeni përgjegjshëm për ato që shef dhe të dinë mos të kalojnë në probleme që mund të çojnë edhe në konflikte rreziqe. Pëllum Deda vlerëson se orët edukative janë një mënyrë e thjeshtë por e rëndësishme për t'u dhënë brezave të rinj njohurinë dhe vetdijen e nevojshme për të ndërtuar një mjedis shkollor më të sigurt dhe një të ardhme më të shëndetshme.